ta informojnë kryesuesin e seancës konstitutive që edhe zyrtarisht, edhe formalisht, edhe publikisht i kanë ofruar dorëheqjet, në atë mënyrë që të hapet rruga edhe mundësia që të kthehemi në pikën ku ka mbetur pra votimi i raportit të komisionit të përkohshëm për verifikim të mandateve, dhe nëse aty konstatohet që tani gjithçka është në rregull sa i përket mandatit të deputetëve dhe të njëjtit ose deputet e caktuar që ishin anëtar të qeverisë kanë dhënë dorëheqje dhe tani nuk mund të ushtrojnë funksionin e anëtarit të qeverisë, atëherë unë besoj dhe jam i bindur që ky raport sapo të hudhën në votim i përmirësuar do të miratohet me shumicë votash nga ana e gjithë deputetëve të Konventit të Republikës Kosovës. Tek parashtrimi që ju bët, njëra palë pretendon që ka respektuar kushtetutën, tjetra thotë ligjin për qeverinë. Po tani, a ka një rrugë tjetër, çfarë presidenca mund të dalë me një version tjetër, pra apo do bazohet tek kjo që ju thatë pak më lart, pra nuk prisin surpriza? Duhet sqaruar që presidentja për momentin në këtë fazë nuk ka ndonjë rol. Pra nuk duhet përzihet dhe nuk ka ndonjë rol që ajo duhet kontribuojë në themi ashtu në zgjidhjen e kësaj situate. As se ajo të intervenojë ose të nxjerrë ndonjë vendim apo ndonjë akt që i detyron të palën në këtë rast që të marrin veprime sipas urdhrave ose edhe dekreteve të presidentës. Është që ka caktuar seancën konstitutive të zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuventit dhe rol tjetër në këtë moment nuk ka fare. Pra, edhe unë vlerësoj, si jurist që jam dhe si konstitucionalist që jam, unë vlerësoj që presidentja në këtë situatë nuk duhet fare të përzihet sa i përket ushtrimit të ndonjë kompetencë nga ana e saj, sepse edhe ashtu me konstitutë nuk ka në këtë fazë, në këtë moment, nuk ka çka ndërhyj ajo, sepse kjo procedurë është tërësisht procedurë që mban përgjegjësinë e deputetëve të Kuventit të Kosovës, e grupeve parlamentare në Kuventin e Republikës së Kosovës, dhe këtu presidentja juridikisht nuk ka çka përzihet në zgjidhjen e kësaj krize, sepse nuk është autoritet gjyqësor që vendos nëse pala e parë ose pala e dytë ka të drejtë në rastin konkret. Pra, presidentja, megjithëse nuk është ndaluar që kuptimin e një vullneti të mirë të saj, kuptimin moral të ftoj partitë politike në konsultim dhe të mundohet që të gjejë një gjuhë të përbashkët, themi ashtu, që të vazhdoj puna e konsultimit të Kuventit të Kosovës, mirë po juridikisht e njëjta nuk guxon të ndërmarrë veprime juridike që të nxjerrë ndonjë vendim ose ndonjë urdhër ose ndonjë dekret që të vendosë nëse partia këtë rast lëvizjave vendosit ka pasur të drejtë që ka ardhur në koment edhe me anëtarë të qeverisë ose opozita kishte të drejtë që nuk e votoi raportin e komisionit të përkohshëm për verifikim të mandateve. Opozita mendoni që mund ta kishte shmangur këtë bllokim politik apo mendoni që mbrojti institucionin në këtë rast, mbrojti ligjin? Sepse në pafundësi ndoshta për krijuar qeverinë mund të krijojë pengesa të tilla. Unë besoj që dje ishte një test, një dëshmie të asaj që të provohet se sa është fuqia politike e grupit më të madh parlamentar në Kuventin e Republikës Kosovës. Unë mendoj që veprimet e opozitës, edhe pse ishin veprime të argumentuara në kuadër të mbrojtjes së ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në vend, ishin edhe veprime të menduara politikisht mirë për të testuar mazhorancën në këtë rast, partinë fituese të zgjedhjeve, nëse e njëjta ka numër të mjaftueshëm që të arrijë të votojë e vetme raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe më pastaj nëse ka gatishmëri dhe gjendje të atij që mund ta votojë edhe kryetarin e Kuventit. Mirë po, dje u dëshmua që vetëm 52 vota ishin pra votimit të raportit dhe kjo ishte një dëshmi e qartë që koalicioni në këtë rast partia fituese e zgjedhjeve lëvizja dhe vendosje dhe grupi më i madh parlamentar nuk kishte votë të mjaftueshme në parlament as për të votuar një raport të thjeshtë, një raport krejtësisht formal në Kuventin e Republikës Kosovës dhe lërë mod që të hynte në procedurat e votimit të kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuventit të Republikës së Kosovës.